Një javë që i dedikohet tërësisht mësuesit, arsimit, kulturës dhe dijes, ne nuk zgjedhim të flasim thjesht për mësuesin si profesion, sepse ai është më shumë se kaq. Është prani, është mbështetje, është ndikim, por mbi të gjitha është një gjurmë e përjetshme në jetën e gjithë secilit prej nesh. Dhe pikërisht në këtë edicion kaq të veçantë të Student Stars, kam një figurë shumë të bukur, do e quaja unë se e tillë është vërtet, një figurë që përfaqëson me shumë dinjitet arsimin dhe me shumë ndjeshmëri artin, redaktore, poete e shumë vëllimeve, po mbi të gjitha mësuese, do thoja unë, mësuese në karakter dhe në shpirt, profesoresh Merita Kuçi Sartori. Profesoresh, është shumë kënaqësi të të kem të ftuar edhe të jesh këtu me mua. Faleminderit për ftesën dhe për më tepër kur vjen një vajzë kaq të përkushtuar për dijen, për librin, por mbi të gjitha për njeriu. Falenderoj shumë për fjalët e bukura. Unë do drejtohem me zysh Merita, sepse e tillë je për mua për gjithë ata që të njohin. Po mbi të gjitha je një dritë. Se mësuesi i tillë është, mendoj unë. Zysha, si e mbani mend ditën e parë si mësuese? Ju kujtohet si fragment dhe çfarë ndjesish kishit? Edhe një herë të falenderoj për ftesën. Është një privilegj që të flasësh pikërisht për mësuesin. Po aq sa dhe një brishtësi, një dritë që vjen e vogël dhe vjen duke u rritur bashkë me ty. Unë jam brezi që jo vetëm e fillova dhe e mbarova me pasion degën e gjuhës letërsisë shqipe, por brezi që jemi përgjigjur punës aty ku na është dhënë mundësia. Dhe fillimet e mia të para janë në fshat. Sot ato janë kthyer në qyteza të vogla, por para viteve 90 më kujtohet që më thonin që ku ke filluar punë, në cilën shkollë. Dhe unë i thoja në Universitetin e Tiranës. Kaq e vogël. Po sepse aq kilometra bëja, se e mendoja gjithmonë të shkuar nga stacioni i trenit i Tiranës drejt Filologjikut, që e kemi bërë dhe në këmbë, dhe po më larg distanca ishte nga rruga kryesore e fshatit Kavaj dhe deri në shkollën 9 vjeçare ku unë rrugtoja, quhej shkolla Gërmenj. Ajo që mbaj mend është drita që përçoi drejtori i asaj shkolle. Pra nuk mungonte ajo drita ime vogël, po njerëzit që gjeta atje. Dhe i them dhe vajzave që sot vinë dhe zhvillojnë praktikën profesionale, që nëse do jepni dashuri dhe do qëndroni me dritën tuaj përpara nxënësve, po në këtë formë edhe do t'ju kthehet. Kështu që kanë qenë për mua, them unë, arsimi janë gjithë ditë para, sepse çdo ditë i thua mirëmëngjes. Çdo ditë ti mundohesh, një mësues kujdestar, njeh mirë edhe me sy nxënësin e tij. Prandaj për një mësues që e bën me pasion dhe me dashuri nuk ka mod ditë parë. Dhe këtë formë, këtë pikuri ma ka sjell pikërisht të qenit çdo ditë në punë dhe në shkollë. Susha, në fakt, në këtë akt të përditshëm të shpërndarjes së dritës, do e quaja unë të punën e të qenit mësues, ju thatë që çdo ditë është një ditë e parë. Po në këtë eksperiencën kaq të madhe të punës që ju keni kaluar shumë 7 marse. Çfarë është 7 marsi për sy Meritën? Është një ditë feste apo është një reflektim i përgjegjësisë që mban mbi shpatull ky profesion? Për hir të vërtetës, në kalendarin e Ministrisë së Arsimit nuk është një ditë feste, shënohet dita e 7 marsit, por nuk përbëhet një të tillë, por hyn në kalendarin e aktiviteteve të çdo shkolle. Pra ne kemi kthyer vetë në një simbol 7 marsin. Dhe sytë e gjithë mësuesve faktikisht kthehen tek klasat e para, tek cikli fillor, pastaj dhe më të rritur që kanë formë tjetër të shprehuri. Është një buqet me lule, mendoj unë. Ajo është dhurata më e bukur vërtet. Dhe ne lejmë në këtë fill pas 7 marsit, po të veshëre, është dhe festa e shkronjave për klasat e para. Dhe ato vargjet gjithmonë do mbeten të paharruara. Jam shumë e vogël, po ndoshta s'di, ti rreshtoj fjalët siç kam dëshirë, etj. Pra ky 7 marsi është një ditë shumë e veçantë. E bëjnë vetë nxënësit të tillë të veçantë. Dhe mësuesi kuptohet, domethënë që është ai që përgjigja vetëm nëpërmjet buzëqeshjes, vetëm nëpërmjet pranisë,
vetëm nëpërmjet një përgjegjësie dhe dashurie që buron. Ky është për mua shtatmarsi. Në fakt reflektohet kjo ndjesi edhe në qytet, sepse është dita mendoj më e bukur, dita e luleve shtatmarse. I shikon fëmijë shumë të lumtur që vrapojnë të veshur shumë bukur, njëri më bukur se tjetri, me tu falë. Pra secili edhe në modestinë e vet, atë pak gjë të vogël që mund të ketë, gjithmonë syt atë ditë kthehen nga mësuesi. Reflekton në qytet me lumturi, me shpërthim. Edhe ndjehet edhe brenda mjedisit të shkollës, përveç aktivitetit që përgatit çdo shkollë me organizmat e vet, sidomos qeveria nxënëse përgatit një minutazh kushtuar pikërisht mësuesve me të mirat edhe me ato vështirësitë e përgatitjes, mënyra se si mësuesi dedikohet në klasë, edhe me një çapkën lëk, që është shumë i pranuar pikërisht atë ditë. Ne folëm pak për për gjërat e bukura. Po, si çdo monedë ka edhe një anë tjetër të monedës që është, mendoj unë, jo ana e keqe, po sfidat. Cilat janë sfidat e të qenit mësues në ndërshtrimin tuaj? Arsimi 2026. Po jepet shumë vëmendje kujdesit për nxënësin, që është një nga pikat e rëndësishme kodit etikës të çdo shkolle, të çdo dokumenti zyrtar. Nuk ka kurrikula të dedikuara në kuptimin që çfarë përbën sfidë për mësuesin, por ti e ke të nënkuptuar, ta jep përveç se forca jote e brendshme, ta jep dhe përditshmëria. Sado një uri mund të kesh ti për bazën ligjore të shkollës. Dy sfidat më të mëdha sot në shkollë mbetet prindërimi. Ashtu si kemi vërtet nxënës që shkëlqejnë, nxënës që na përfaqësojnë, nxënës që japin nga vetja, familje që japin nga vetja, po të njëjtën gjë ndjen edhe nga kahu i kundërt. Po themi atë nxënësin jo braktisje e fshet, pa nxënësi që nuk dëshiron të shprehet, ose që gjendet në vështirësi. A përballet, ta themi një kundër pyetje, a përballet ky prind me situatët që fëmia paraqet në shkollë? Ne këtë presim si shkolla, si komunitet. Këtë presim si komunitet mësuesësh. Këtë komunitet prindërish, të cilët duhet të vinë bashkë dhe të zgjidhin problemat. Shkolla nuk akuzon, shkolla përmirëson. Në fakt, dhe cili prind e gjen këtë guxim, fillimisht ka fituar fëmin e tij. Se nuk ka mësues që e distancon nxënësin. Jo, unë mendoj që jo. Unë gjithmonë jam ke mësuesi i dritës. Dhe nëse ka mësues të tillë, pse jo dhe mësuesi duhet të përmirësoj veten. Nuk është turp. Të mësosh, të mësuar gjatë gjithë jetës, po nuk ka të bëj vetëm me dijen, ka të bëj me qenësinë tënde, me mënyrën se si qëtënon, mënyrën se si paraqitesh në shkollë, sa respekton ti kodin tënd, jo vetëm të veshjes, po dhe të komunikimit. Pra, nëse e bën këtë gjë çdo ditë me përgjegjësi, atëherë ke fituar këtë nxënës. Se mësuesi është ai që zbulon talentin. Se rutina e jetës nuk mund t'i akuzoj prindërit, po rutina e jetës, ngarkesa e jetës, edhe siguria e jetesës. Se në fundit fëmia në shtëpi don të vishet, të ushqehet, pra i kërkon këto. Se janë fundit janë gjëra më elementare, po që kanë peshë në zemrën e një fëmie. Kështu që mendoj që prindërimi dhe e dyta është bashkëpunimi me shkollën. Është shumë e rëndësishme kjo hallk, kaq e rëndësishme, pra mësuesi, shkolla, komuniteti, që flitet, duhet funksionojë vërtet. Mendoj se sot këto janë sfidat. Por sfidë më të madhe pikërisht e ka mësuesi, se sfida në vetvete çfarë është? Të gjesh vështirësitë e kohës dhe të përballesh me to. Gjithmonë ta përmirësosh veten, duke përmirësuar pse jo edhe nxënësin që ke përballë. Po, dhe gjysma e sfidës është pikërisht identifikimi i problemit. Unë mendoj në fakt duke nisur edhe nga mënyra si ne jemi rritur, se unë ndoshta jam brez që është midis kësaj që ju po rrisni tani dhe asaj çfarë ju jeni momentalisht. Unë të them që ne kemi pasur një shprehje shumë të bukur. Mësuesi është një prind i dytë. Sepse unë mendoj që realisht prindërimi shkon përtej shtëpisë. Dhe është një bashkëpunim shumë i mirë midis prindërve dhe mësuesit për të krijuar karakterin e duhur tek shkolla po mundohet të shkoj drejt sëres. Po mundohet që të ndërgjegjësoj prindërit që ne jemi këtu, po i quajnë thonë za lektor. Po nuk shkëputesh dot nga emocioni i nxënësit tënd. Pra prindërit, se ne mbase kemi të vështirë të shkëputemi nga tradicionalja,
Pra prindërit dëshirojnë që të festojnë ditëlindjet e fëmijëve pikërisht në shkollë. Pra do të jetë pjesë e gëzimit të tyre. Shkollat gjithmonë janë ndyrë të hapura, sot flitet për shkolla komunitare, shkolla që i merr vendimet nëpërmjet prindërve. Ati komuniteti, këshilli i prindërsh, organizmat siç i përmenda më përpara. Por që është e vërtet. Nuk e ndan dot mësuesi, se që të njohësh mirë nxënës, do hysh ke shpirti i tij. Po ato mund të jenë probleme që nuk vijnë nga shkolla, janë probleme që vijnë nga familja, nga komuniteti. Prandaj nuk shkëputet dot mësuesi. Sado që mundohemi që të hyjmë një mendësie të re, që ato 45 minuta mësuesit mos merret me ulu ngriu ose me moral, të merret vërtet me lëndën, se në fundit nxënësi ka ardhur të mësoj. Dhe 2 orë të kujdestarisë mendoj janë të pamjaftueshme. Pra mësuesi kujdestar e bën këtë çdo ditë. Nuk është konsumim faktikisht, është një bashkëjetesë me problemin e klasës. Dhe ne i kemi të tilla. Unë hyj në një komunitet, jo vetëm drejtuesish, po edhe mësuesish që nuk i fshejnë problemet. Ne jemi natyra që përballemi, edhe kështu si staf. Edhe kërkoj shpesh mendimin e psikologut të shkollës, mendimin e 2 drejtoreshave. Pra, asnjëherë nuk do të drejtosh shkollën, të bësh liderin me atë shkopin magjik. Jo. Duhet të jesh një ndjeshëm, duhet të jetosh me të tjerët. Duhet të bësh pjesë të shqetësimit tënd, që ti zgjidhesh ato sa më mirë. Tek fundit kemi fëmijë përpara. Edhe ne kemi çik moshat adoleshencës që kanë ato shpërthimet e veta, kanë ndjekjen e modës, ndërkohë që shkolla ka uniformën, ka kujdesin, po nuk ja kemi mbyllur një portën. Ti nxënësi që ka ardhur me xhinsa të grisura, atyre vajzave që i kanë bërë çik flokët me ngjyra. Jo, ne mundohemi të ndërgjegjësojmë. Jo vetëm ato, po dhe prindërit. Komuniteti i shkollës time janë prindër të cilët punojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Pyetja e parë, ore kush i shikon këto fëmijë? Kush ja ve këtë? Kush ja mbush të tryez? Po në fundit janë sfidat e shoqërisë shqiptare. Pra është lehtë të gjykosh. Po, unë kam zgjedhur që të pranoj, të përmirësoj, të mbështes dhe të hap dyert. Shumë e bukur kjo, Sushan. Sushan, në tërë këto sfida ose këtë rrugtimin tuaj të drejtës që ka shumë sfida, çfarë është një gjë që të kujton gjithmonë që ja vlen të përpiqesh, të përpiqesh dhe ja vlen që ta vazhdosh të rrugtimin dhe të sfidosh këto sfida që i ke? Unë jam aty që marr përgjegjësi. Më pëlqejnë përgjegjësitë. I bëj me dashuri. Dhe ajo pyetja që thua ti që si e pranon këtë gjë, është fakti që ti në rrugët e jetës, në rrugët e qytetit, shikon nxënësit e tuaja që janë bërë drejtoresha bankas, janë bërë stomatologe, janë bërë farmaciste, janë bërë avokate, janë bërë punëtore, nëna, mi gjitha, dhe kur i takon me fëmijët në krah, nuk shikon më thjesht një nxënëse tënde, shikon një partnere, një nënë që është në jetë. Gjë shumë e bukur. Edhe sot në shkollë, jo të gjithë do përmbarojnë shkollën me 10, jo të gjithë do bëjnë universitete. Ne mundohemi ta japim këtë mesazh. Edhe edukimi për karrierën, pesha që ka marrë, nuk e ka më vetëm klasa 9. E ka gati gjithë cikli, ka hyrë dhe klasa 4, klasa 5, pra ky edukim për karrierën ka të bëjë me faktin që ti nuk do të bësh një universitet, po ti do të marrësh një zanat. Edhe unë shkollën time mbaj të hapur jo vetëm për ditët e shkollëve të hapura, ditët e hapura të gjimnazeve. Jo, ato janë detyrime institucionale, por ne shikojmë çfarë talentesh kanë nxënësit dhe i orientojmë ato. Pra shkolla e Shkozetit, profesionale, ka IT-n, që ti e zbulon aty kush të gjendet në për projektet e klasave të shkollës, i shikon prirjet dhe mundohemi ato që ne shikojmë t'ia përcjellim. Nuk kam nxënësi që shkruajnë shumë bukur, kanë marrë çmime. Por nuk e shikojmë çmimin si lavdia shkollës. E shikojmë si një gjë që këto na përfaqësojnë me potencialin e tyre shpirtëror. Ja konkretisht jemi ke konkursi i brendshëm në nivel shkolle për 7-8 marsin. Ekspozita me piktura. S'do thotë që do pikturojnë gjithë mbi telajo, ama do vizatojnë. Do kuptojnë ç'është grafika. Pra, do punojmë si staf, domethënë po punove si staf i ke arritje. Ne synojmë, se sa arrim, ne vazhdojmë në rrugtimin tonë. Të drejtë. Marrim nga përvojat e shkollave të tjera, se do ketë dhe humbës, do ketë dhe fitus. Duhet ta përgëzosh atë që fiton. Unë jam njëri që besoj tek e drejta. Nuk humb njeriu, them unë, talenti nuk të humbet. E provojmë edhe në jetë, edhe në këtë moshë kemi sfidat tona personale. Gjithatë nuk zgjedh të kthej shpinën, zgjedh të eci përpara, me atë dritën e jetës që na ka falë Zoti tek e fundit.
Qa, në pozicionin e drejtuesës, ju keni kaq vite në arsim, cilat janë, mendoni, vështirësitë që një femër has në këtë pozicion dhe a është në pozicionin e femrës në arsim ndjeshmëria është pikë e topët apo është një pikë e fortë që i përqafohet një mësuesi? Edukimi në vetvete është një pikë shumë e fortë. Pra, është mision, mësuesi është tamam mision, e kupton me vite. Mase këto mësueset e reja ne ofemi, siç përmenda pak më përpara praktikantet, por ato është një gjë që ti e ndjen brenda vetes të kthehet në mision, sepse puna e mësuesit nuk mbaron në shkollë. Vazhdon edhe në shtëpi, në atë përgatitjen, ja konkretisht në shkollë është bërë një pikë e fortë gjithmonë për të përmirësuar të nxënit, të nxënësve, nuk është se ca e kanë marrë si peshë për mësuesin, po në shkollë ka dhe mosha të ndryshme. Jo të gjithë e përfithin me njëherë teknologjinë, po futja e teknologjisë e ka bërë shkollën domethënë më të ndjeshme. I kemi gjitha mjetet, jo nuk i kemi. I kemi gjithë kapacitetet, jo nuk i kemi. Po mësuesit punojnë dhe kjo është vlerë. Dhe të zgjedhësh sot profesionin e mësuesit, ta harrojnë që mësuesi është komoditet. Jo, mësuesi është frym, mësuesi është shpirt, mësuesi e meriton atë që bën. Atë që për atë ai sa shpërblet e meriton. Sepse këtë bësh me qenie njerëzore. Se ndonjëherë edhe ajo buzëqeshja jote thjesht aty, mësuesi paska ardhme zemër të pastër, sot me zemër të mirë. Jo, nuk ka të bëj ajo, them unë. Po duhet ta bësh, ti lesh pas ato sfidat që kemi, se ne kemi problemet e jetës, po nuk i përshfaqim. Diskutojmë me njëra tjetrën. Fati më ka bërë takoj mësuese të mira, më thënë drejtën. Ose unë përcjell vetëm ato të mirën, ti lejm pas ato. Fakti që është një staf që mlidhet çdo 7 mars, festojmë bashk. Disa thonë që ne duhet dalim të kërkojmë të drejta. Të drejta tona janë aty ka sfida që ju përmendet. Është një zë. Pra mësuesi gjithmonë është një mbështetje e politikave të arsimit. A flet ndjehet zëri mësuesit? Po pse nuk ndjehet? Ndjehet, goxha ndjehet. Ne diskutojmë për draftet, ku duhet shkojë arsimi, dhe unë besoj se do përmirësohet. Gjërat duken të vështira, po do përmirësohet. Sepse mësuesi nuk e mat dritën e vet me pasuri, po e mat me atë produktin që nxjerr në jetë. Dhe këtu duhet ta shikojmë mësuesi plotësinë e vet. Jam shumë kurioze të di, se ne folëm për meritën si drejtoresh, për meritën si mësuese. Jam kurioze të di, ku shkruani poezi në shumë vëllime që keni tani, në shumë vëllime letrare. Shtuket drejtoresha dhe mbetet vetëm gruaja, apo drejtoresha është pjesë e kësaj gruas dhe është pandashmërisht aty me të? Në poezitë e mia është njeriu që unë përfaqësoj. Nuk e kam parë njerë veten në pozicionin e tij drejtori, e tij autoriteti. Në momente të veçanta, po, do t'i marrësh përgjegjësitë e tua, dhe unë kam parim ligjin ta respektosh me përgjegjësi. Ta dëshmosh për këtë, jo duke e përmendur, po duke e zbatuar. Thash dhe unë shikoj kolektimin si partner. Reagoj kur duhet reagoj, po vetëm në sensin e përmirësimit. Nuk kam pas raste ekstreme. Mundohem që thjesht, jo thjesht teknikisht ai zbatimi i ligjit, po secili duhet bindet. Sepse edhe ato që ndërtojnë këtë ligj janë kapacitete. Nuk, do të thonë, duhen respektuar. Dhe ke poezia që thua ti është njeriu, është jeta ime e përditshme. Janë këto sfidat që the pak më përpara. Janë ato gjëra që të mbushin, që të paksojnë ndonjëherë shpirtin, që ta trishtojnë. Po të bëjnë edhe ç'kosh përpara. Në fakt, tani që po e mendoj, cila është një poezi që ndërtohet realisht e ndjen dhe që do ta ndash edhe me ata që po na dëgjojnë? Poezia ime përveç ndjenjes së dashurisë që kam shkruar, kuptohet se e bukur flen brenda shpirtit të çdo njeriu, është sa po i largohemi njëri tjetrit. Pra jo kështu në pamje, po sa shpirtërisht po i qëndrojmë pranë njëri tjetrit, apo i qëndrojmë, më duket se jo shumë. Dikush thotë që jep shumë nga vetja, pra ai altruizmi që kemi brenda shpirtit, po nuk e kontrollon dot njeriu këtë. Pra njeriu nuk ecën duke kalkuluar, duke bërë llogari. Njeriu ecën duke
duke dhënë më të mirën. Unë më duket se kjo gjë më bën mirë, unë personalisht. Nuk jam një që llogaris, do ta bëj këtë se do marr këtë. Jo. Nuk agjeroj, po e besoj Zotin. E besoj atë dritën që është në fund të tunelit. E besoj që e mira të kthehet një ditë, në një formë apo në një tjetër. Poezia e fundit që kam shkruar ka të bëjë pikërisht me njeriu në një moment të braktisur, nga miqtë e tij. Po e lexoj, po e ndaj me ju këtë poezi. I marr, i jam në funeralin tënd e pagoj. Pomik, na le, të lash, të braktisa. Po tani, po lotët, pengjet, dhimbjet, pengesa, debatet, bujarin që me pash nuk të afroheshim dot. Ndaj, vetëm të lash, kjo e poshtë rego, kjo liste gjatë që vetmi të dham. I jam në funeralin tënd, më falë se mundesh, nuk u bën do të ngjashëm në këtë botë. Atje, shok, vëlla, trëndafil të bardh paqeje, i gjeç, oj marr. Shumë e bukur. Edhe është vërtet, siç e mendoj, se në të gjitha poezitë tuaja ka diçka, është drita, ka shi gjithçkaje, edhe mënyra e përshkrimit të vdekjes, mendoj unë, të momentit të fundit ka dritë te poezitë tuaja. Më pëlqen të jemi të vërtet në jetë. Të themi, të pranojmë të vërtetën, thash dhe të përmisojmë veten. Susha, në këtë dritën tuaj dhe forcën për të gjetur apo gjumuar gjithmonë pas dritës, merita si drejtoresh, si mësuese, si poete, po si mike dhe mbi të gjitha si bashkëpunëtare e udhëtimit të çdo femre që është në arsim sot. Cili do të ishte mesazhi juaj për të gjitha ato gra që jo vetëm janë në arsim, por për gjitha ato gra që janë në fusha të ndryshme të jetës sot? Të guxojnë, të falin dashuri, të buzëqeshin, të kujdesen për veten, t'i lejnë pas marrëzit, t'i ndjekin ato emocionalisht, po jo të ndikuar nga fjalët e të tjerëve. Të jenë vetvetja. Është më bukur kjo në fakt, është edhe unë më lejo të falenderoj shumë që të kisha sot. Realisht ishe një dritë, je gjithmonë një dritë, unë kam thënë të, dhe nuk ka fjalë të bukur se drita për të përshkruar. Falenderoj shumë Zyrtarita që ishe në Student Star sot. Unë ju falenderoj ju uroj shumë suksese. Mase nuk i thash gjitha ato që ndjeja brenda vetes, por ju përgëzoj në misionin tuaj dhe pikërisht edhe ju me këto fjalë kaq të ngrohta, kaq të bukura, kaq dashamirëse shpërndani pikërisht dritën që e kishte simbole edhe Nën Tereza. Ju falenderoj shumë edhe ne ju presim edhe në projekte të tjera. Faleminderit, ju uroj shumë suksese dhe UAMD-s si institucioni më i rëndësishëm i qytetit. Ju falenderoj shumë. Ndërkohë, së bashku sot folëm për dritën, jo në projektor, por për dritën në ndërgjegje. Dhe mos harroni se mësuesi nuk është thjesht një profesion, është më shumë se kaq. Mësuesi është drita që formëzon jo vetëm karakterin, po edhe mendjen e fëmijës suaj. Prandaj është ndoshta figura më e rëndësishme dhe profesioni më i rëndësishëm sot, jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë. Imagjinoni sa e rëndësishme është të ndërtosh të ardhmen, sepse kur ndërton një fëmijë ke ndërtuar pikërisht atë. Nga Student Stars dhe nga UAMD ju uroj gëzuar 7 marsin, profesionin më të bukur që dikush mund të ketë në jetë. Nga unë Kamila Sedolli, mirupafshim dhe shihemi në episodin e radhës.